Sot do diskutojmë cilat janë esencialet e një pre-workouti të mirë dhe për këtë kemi këtu një nga më të mirat, Ghost Legend. Tani ingredientet janë të kategorive të ndryshme, por nëse flasim për shembull për rezistencën stërvitje për të stërvitur më gjatë, kemi beta-alaninën që zakonisht përdoret dhe doza minimale efektive është 3.2 gram. Mund shkoj deri pak më tepër, por saç ka Ghost Legend këtu 3.2 gram beta-alanin për të stërvitur më fort dhe më gjatë. Të jepet ato miza xixhe që fillon të ha fytyrat dhe të han buzët dhe veshët momentin e parë që e konsumon. Duhet patjetër që pre-workouti jo të ketë një ingredient për pump, siç është për shembull arginina, citrulina, 193 booster. Për shembull në rastin e Ghost Legend ka 4 gram L-citrulline dhe gjithashtu 1.5 gram arginin. Kështu që i ka ingredient për pump në mënyrë që të qarkullojë gjaku pak më tepër, transportojë më mirë nutrientët, më mirë oksigjenin dhe gjithashtu të hiqen mbetet të rikuperohesh më mirë. Gjithashtu ketë atë pumpin vizual në momentin që duke bërë stërvitje. Kështu që sigurisht nuk mund mungohet një ingredient për pump. Dhe sigurisht në klasikën e një pre-workouti ka një stimulant që zakonisht është kafeina, në rastin e Ghost ka 350 mg, 200 i ka nga afara e kafes dhe 150 i ka nga kafe arabica për një çlirim më të ngadalt. Kështu që ka lloje të ndryshme, shiheni dhe llojin e kafeinës dhe nga vjen, por që siguroni që zakonisht nuk i kalon 400, se 400 fillon të bëhet pak e tepërt. Sidomos për ju që jeni intolerant ndaj kafes dhe me kafe fillojnë ju dridhen duart. Tjerët që janë më hardcore, kjo këtu me 350. Ka dhe me 400, me 420, 450, po fillon të shkon në tjera nivele pastaj. Legend gjithashtu ka potasium që të mbron nga crampings, ka ingredient për fokus dhe për përthithje e tjerë, por zakonisht esencialet janë këto. Ka kafein zakonisht që është për fuqi dhe për të zgjuar dhe për fokus, ka beta-alanin që është për rezistencë më tepër sete dhe për sëritje, dhe gjithashtu ka edhe një ingredient për pump apo dy ingredient për pump që mund të jetë citrulina, agbantina apo një tjetër NO3 booster. Gjitha tjerët pastaj janë bonus dhe sigurisht ka edhe një gjë tjetër të fundit rëndësishme, që janë tretshmëria dhe shija dhe për këto nuk ka shans të gjeni një më të mirë se Ghost Legend tu. E gjeni në 3 shije, lemon crush, blue raspberry dhe sour watermelon dhe mund të përdorni në website kodin KRIST10 për 10% zbritje.